Në Shqipëri, noterët janë pjesë thelbësore e sistemit ligjor dhe ekonomik, duke ofruar shërbime të tilla si kontratat, regjistrime dhe certifikata ligjore, por sa janë realisht këta profesionistë në raport me popullsinë e vendit tonë. Sipas të dhënave më të fundit në sistemin notarial aktualisht janë në detyrë 410 noterë për një popullsi prej 2.36 milion banorësh, që jep një raport mesatar për rreth 1.7 noterë për 10.000 banor. Ky tregues flet për një përqendrim të konsiderueshëm të shërbimeve notariale në krahasim me nevojat minimale ligjore, por shpërndarja e tyre midis qarqeve duket mjaft e pabarabartë. Në kryeqytet Tirana kryeson bindshëm me 186 noterë mbi 2.4 për 10.000 banor, duke reflektuar jo vetëm popullsinë e lartë, por edhe aktivitetin e madh ekonomik dhe transaksionet intensive që kërkojnë shërbime notariale. Pastaj Durrësi dhe Vlora kanë gjithashtu një raport të lartë mbi 2 noterë për 10.000 banor. Në qarqet më të vogla situata është krejt ndryshe. Dibra ka vetëm 5 noterë për mbi 100.000 banor, ndërsa Kuksi ka po aq për rreth 60.000 banor, që jep një raport 9.1 për 10.000 banor. Kjo tregon se qytetarët në këto zona shpesh përballen me vështirësi për të kryer veprime notariale, duke u detyruar të udhtojnë në qytete më të mëdha. Qarqet të tjera si Berati, Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Lezhë, Shkodra dhe Korça kanë një raport mesatar prej 1 deri në 1.7 noterë për 10.000 banor. Analiza e këtyre të dhënave tregon një tendencë të qartë. Noterët janë shumë të përqendruar në qendrat urbane dhe bregtetare. Referuar të dhënave nga Këshilli i Evropës, mesatari evropiane vlerësohet në rreth 13.9 noterë për 100.000 banor, që do thotë rreth 1.39 noterë për 10.000 banor në vendet që kanë të dhëna të plota të raportuara.